Kryeministri Edi Rama mori pjesë në eventin e shpërndarjes së certifikatave të përfundimit të trajnimit për studentët ekselent në administratën shtetërore, pjesë e programit të Agjencisë Kombëtare të Rinisë. Rama përgëzoi të gjithë studentët pjesëmarrës, 350 të rinj të cilët përfituan kontratë njëvjeçare punësimi, ndërsa inkurajoi të rinjt e tjerë të cilët nuk arritën të merrnin pjesë për të mos u dorëzuar dhe për të vijur me angazhimin e tyre në konkurs. Kryeministri gjithashtu bëri me dije se përgjatë 9 viteve nga ky program në administratën shtetërore janë punësuar në mënyrë përfundimtare rreth 1600 persona. Ato defektet e veta që ne përpiqemi t'i adresojmë vit pas viti, keni parasysh që edhe vlerësimi i meritës përderisa edhe në rastin kur bëhet një vlerësim prap janë njerëzit që vlerësojnë, ka dhe anën e vet subjektive. Kështu që pa vënë në dyshim që ata të cilët e kanë fituar mundësinë për të vazhduar me kontratë njëvjeçare e meritojnë këtë mundësi. Duhet ju them atyre që nuk e kanë fituar këtë mundësi që të mos ndjehen të përjashtuar dhe absolutisht mos mendojnë që janë më pak të zot. Thjesht në një moment caktuar nuk kanë mundur të jenë dukshëm më të mirë se sa të tjerët që ja kanë dalë. Duke marrë një jehon pozitive nga ata që merren me organizimin e këtij programi për përshtypjet tuaja dhe njëkohësisht duke pasur një përshtypje pozitive nga ana e ministrave dhe e drejtuesve të institucioneve për qasjen, për seriozitetin, për dëshirën tuaj për të mësuar, unë jam bërë realisht një besimtar i fortë i këtij programi. Dhe keni parasysh që ky program ka punësuar në mënyrë përfundimtare në administratën e shtetit rreth 1600 persona. Ndër të tjera, kryeministri bëri me dije dhe hapjen e një tjetër programi në mbështetje të rinjve, projekt i cili ka kushtuar rreth 65 milionë euro që dhe do t'u ofrojë studentëve mbështetje financiare, mundësimi reale punësimi dhe trajnimi.